Një ditë prej ditësh, thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, thot po qëndronim në xhami me të dërguarin e Zotit dhe thot do të hyjë nga dera e xhamisë një xhenetli. Thot dhe pam një person i cili nuk ishte nga ata të cilët ne mund ta imagjinonim. Pra prisnim shumë emra të shfaqenin në derë xhamisë, po u shfaq dikush që pak i njohur ishte për shumë kënd prej nesh. Aty do të vendosa të shihja se çfarë qen ka ajo vepër që e bë ka ky person, që e pas ka bë tjetër për xhenetlive, pra e pas ka futur në xhenet. Kështu që përdora thot një stimul me të, një hile të ndryshe, duke u justifikuar se jam ngrindur me baban tim dhe kam nevojë të qëndroj domethënë si mik dhe ta bujro. Ta qëndrova tek ai dhe pash që adhurimi i tij nuk ishte ndonjë adhurim i veçantë. Thot dhe kur vendosa të largohem, po largohesha thot i zhgënjyer. I thash të kërkoj hallalliku një herë, se nuk është se jam ngrindur me baban tim, domethënë s'kam pas asgjë me babain, veç fakti domethënë se profeti alayhis salam na pati njoftuar dhe pati treguar se hyn nga kjo derë, dera e xhamisë, një prej xhenetlive dhe kur hyrë tim më shtyu kurioziteti domethënë të shoqërohem, të shoh se si është ajo privatësia jote domethënë në shtëpi. I thash pash Allahun, a kjo është e gjitha vepra jote? Domethënë mos ndoshta i rezervuar për faktin se ishe në shoqërinë time apo dikujt tjetër të panjohur. Jo vallahi, si qeti unë kaq bëj. Dhe po largohesh ata i zhgënjyer. Dhe kur u largova disa hapa më thriti dhe më tha jabna akhi. Po djali vllajt tim, domethënë kjo përdoret për efekt moshe. Ka dhe një diçka tjetër, po ndoshta nuk është në gjë e madhe. I thash cila është ajo? Për çdo natë që bie të flen shtrat, pra për çdo natë që shtrihem, lutem dhe them o Zot, nëse dikujt i kam hyrë hak, pra i kam bë unë pa drejtësi, mos më merr shpirtin pa ja kthy hakun dhe më i marr hallallikun. E nëse dikush më ka bë pa drejtësi, për hatër të madhnisë tënde e kam bë halal o Zot. Për hatër të madhnisë tënde e kam bë halal o Zot. Thot kjo që e ka ajo.